Përshëndetje nxënës të nderuar. Këtë video e kam përgatitur për nxënësit të cilët janë të interesuar se si duhet të konfigurohet një motherboard i gjeneratës së tretë, i cili mund të përdoret si kompjuter, thirret Raspberry Pi 3, gjenerata e tretë, modeli B+. Këtu në figurë i kena paraqit se si duket në të gjitha format e saj, edhe elementet të cilat i ka. Për ndryshe është mjaft praktike dhe super e lehtë që të konfigurohet si një kompjuter i vogël me sistem operativ për të cilët na nevojitet të kryen punët e tërditës. Prandaj në konfigurim e shohim që tek ka një pik 4 GHz 64 bitsh me një procesor me 4 vërthoma, me dual band wireless LAN, që është dual band ju tregojmë më poshtë, me Bluetooth 4.2, ka fast internetin, edhe i ka disa elemente të tjera shtesë të cilat i shohim pastaj se si më poshtë është e paraqitur. Këtu është një video e cila i paraqet në YouTube, kush është interesuar për ta shikuar. Për ndryshe më poshtë paraqiten edhe guidat ose udhërfyset se si duhet të instalohet edhe të softveri në Raspberry Pi në këtë kartele, ose më mirë ma thonë motherboard, me një procesor i cili e kryen funksionalitetin e një kompjuteri. Ndër poshtë i kena specifikat, edhe ato me çfarë shpejtësie, se në cilën band ose në cilën brez frekuencor punon Etherneti, Bluetoothi, sa USB ka, 4 USB 2.0 portet, e ka venin për të kyqur kamerën, e ka venin për të kyqur displayin, në më thonë monitorin, në qëse e kena një touchscreen, mundë me paraqit, e ka venin, në më thonë përmes një shiriti, e ka venin për stereo outputin composite video port, në më thonë për Z, venin për micro SD, furnizusin me fuqi të rrymës elektrike, edhe në fund mundë të furnizohet edhe me power over Ethernet, në më thonë përmes kablove të UTP të Ethernetit ose të lidhjes LAN të rrjetave që përdoren në për shkolla edhe në për ndërtesa ose në për kompani të ndryshme. Këto janë dokumentet e shkurta, andaj këto i kena pjesën e vizatimit apo skemës mekanike, që kushtë e paraqitur me matje në inqa, në më dhonë në jo në centimetra, ose më mirë me thonë edhe në centimetra, pasi këtu e paska këtë farë qoshin e me radius 3.0 mm, do më thonë këtë të koka në milimetra, është skematika ose diagrami
i skemës për të cilën pjesë është paraqitur qarku në të cilën kena nevojë në qoftë se dojna me himo thellë për me pase cilat pjesët çka. Edhe opsioni tjetër është këtu më shumë për ka hardveri, por na shkojmë tash t'ja fillojna të tregojna se si duhet të instalohet sistemi operativ në këtë kartele për ta përdorur si një mallarbor të kompjuterit për nevojat tona, e cila nuk është më e madhe se një plumb e dorës. Pra për ta filluar këtë pjesë duhet që të kyqemi ta downloadojna programin i cili thirret Raspberry Pi Imager. Andaj për ta marrë Raspberry Pi Imagerin duhet të shkojna në sajtin e raspberrypi.com/software edhe aty ta downloadojna programin ose aplikacionin i cili përdoret përmes Windowsit që të instalojna në SD kartele, domethënë kartelet e vogla të cilat përdoren për si një lloj memorie, edhe që ku i kena opsionin download for Windows, i klikos download for Windows. Unë më përpara kom downloadu, andaj në qoftë se jeni dy përdorues të Mac OS-it edhe Ubuntu Linuxit, andaj jeni këtu për me downloadu qatë program. Na jena me Windows duke punuar, andaj e kena downloadu aplikacion për Windows. Më poshtë tregon që në qoftë se do të instalohet sistemi operativ në terminal Windows, e shtypim këtë kod sudo apt install RPI Imager. Ok, programin e kena të downloaduar, andaj shkojna më tutje në this PC. Programi është në downloads, andaj në downloads është Imageri 1.8.5 versioni. Andaj klikosim 2 herë, thojna yes, install, run Raspberry Pi Imager, edhe na del në ekran një dritarëse, një screen, një dritarëse në të cilën e kena 3 opcione dhe të trija duhet të plotësojna me karakteristikat që kërkohet prej neve. Andaj choose device, e klikosim në choose device. Pasi e kena Raspberry Pi 3, andaj shkojna B plusin, andaj shkojna klikosim Raspberry Pi 3, choose sistemin operativ, e marim pasi po thotë rekomandohet, e marim në 64, edhe choose storage, andaj e lyp kartelen, që kartela ime SD është 8 GB, 8 giga, andaj e klikosim 8 gigën, i thojna next. Unë me thonë edit settings, me këqyr se çfarë karakteristika ka, no clear settings, me fshit të gjitha veklat ose të gjitha elementet se cilat janë të instaluara, ose mundëm të fillojna me njerë të aplikojna sistemin operativ, ose mundëm me anulue no. Pe klikosim edit settings dhe sa shumë se çka ka, andaj me njerë hostnemi po del qa është, emri i laptopit ose kompjuterit del këto, në që se doni me një password, wirelessi e gjon me një herë të cene ki, këto opcione tjera mos ndryshoni asgjë, serviset,
options apo e kom kliku këtu edhe krapën në play sound when finished. Masi që të kryhet instalacioni, atëre kthehemi edhe e dina se është kry, i thojna yes, all existing data will be erased, are you sure you want to continue? Yes, of course. Në më dhëmë të gjitha opcione që ka duhet për me më instalu në brendit të SD karteles fshihet për shkak se duhet të formatizohet dhe të instalohet sistemi operativ për Raspberry Pi. Pasi që të shkon inqizimi apo regjistrimi i sistemit operativ 100%, do të kthehemi prap të elaborojna se si duhet të përdoret tash kartela.